Jo vetëm çështja e demarkacionit I ka bashkuar partitë opozitare në vend rreth një kauze. Kërkesat e opozitarëve nuk pritet të pushojnë deri në rrëzimin e qeverisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Përfaqësuesit e të trija partive në opozit konsiderojnë se qeveria është e zhytur në korrupsion dhe krim të organizuar. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se Kosova ka humbur shumë kohë, duke mos e përfillur zërin e qytetarëve si dhe protestat jashtë e brenda kuvendit. Shefi I grupit parlamentar të kësaj partie, Pal Lekaj, vlerëson se Kosova tashmë është në krizë të thellë politike dhe ekonomike. Kosova është në krizë të thellë politike, është në krizë të thellë ekonomike, është në krizë të thellë të një morali politik dhe unë mendoj që kjo duhet merr një trajtim serioz dhe qeveria duhet ta pyet veten pse kemi ardhur deri këtu, pse nuk implementohen ato që ju kanë premtuar qytetarëve dhe pse kemi ngesë në çdo porë të jetës kështu. Për shefën e grupit parlamentar të nismës Valdete Bajrami, demarkacioni do të sjellë një etapë të re, e cila do t'i dedikohet të gjithë qytetarëve. Ajo thotë se vendi duhet të shkojë automatikisht në zgjedhje, pasi që siç tha ajo, asnjë institucion nuk është I pavarur, të gjitha janë në duar të PDK-s dhe LDK-s. Me këta njerëz këtu momentin që janë nuk mund të ketë luftim të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, pasi që ata janë vetë të zhytur në krim dhe korrupsion, duke ditë që nuk ka asnjë bord, asnjë agjencion, asnjë institucion I cili do duhet të ishte I pavarur dhe nuk është. Të gjithë janë në duar të PDK-s, LDK-s. Pikërisht ky koalicion është ndërtuar në skemën e ndarjes së bordeve dhe benefiteve si për PDK-n ashtu edhe për LDK-n. Zëdhënësi I lëvizjes vetëvendosje Frashër Krasniqi thotë se kjo qeveri e ka futur vendin në korrupsion, krim e varfëri të skajshme. Ai thotë se janë të vendosur të kundërshtojnë deri në rrëzimin e qeverisë. Ne do ta vazhdojmë ta kërkojmë rrëzimin e kësaj qeverie pavarësisht demarkacionit dhe do të angazhohemi për këtë, sepse kjo qeveri e ka zhytur edhe më shumë vendin në varfëri, krim e korrupsion. Kjo qeveri ka në krye klanin Pronto që ka kapur çdo institucion. Si pasojë e kësaj, qeveria 100.000 qytetarë lëshuan Kosovën, teksa ata kishin premtuar 380.000 vende të punës. Si pasojë e kësaj qeverie 100.000 qytetarë lëshuan Kosovën, teksa ata kishin premtuar 380.000 vende pune. Çdo sektor I shtetit është përkeqësuar. Opozita thotë se varfëria e papunësia po rritet, sikurse krimi e korrupsioni, prandaj që të dilet nga kjo situatë, ata thonë se duhet ta ndalin këtë qeveri.